Sonte ishte një nderi veçantë edhe shfaqe u prit shumë mirë. Është një komedi satire, e cila është e një realitetit tonë në Kosovë që ka ndodhë dhe ne jemi kritik, autokritik ndaj artista, po dhe ndaj politikës dhe është një ngjarje cilët e dim gjithë në Kosovë. Ndërkohë, me çfarë po merreni ju në Ferizaj? Kur do mbahet festivali? Festivali vetëm këtë vit është përfundu. U përfundoi. Po, 55 vjetori, për vitin tjetër me siguri organizohet 56, edicioni 56. Tash kemi repertorin e rregullt me 4 shfaqje të cilat I kemi në repertoar tona. Njëra ishte kjo pra, me regjita Po, Gomektarit. kemi pasën shfaqjen 13 e cila është jashtëzakonisht spektakël me Suleman Rushitin, që edhe ajo ka neftume edhe në këtë festival, po janë do pamundësi, cilat, po ne I kemi 4 shfaqje të cilat janë shumë reprezentative në çdo festival. Jemi të ftuar në 50 vjetorin e një festival që mbahet në Shkup, me Togjerin e Inishmorit, në nëntor. Kështu jemi aktiv vazhdimisht edhe me siguri do të fillojmë me ndonjë shfaqje të re për premierë, çta kemi. Besoj që vështirësitë e bardhjes së një shfaqje janë të mëdha, duke filluar nga adaptimi skenik, I skenografisë të shumë telashe tjera. Ka, po kjo shfaqje është pak ma e mirë, ma kompakte, ma e bardhshme. Ma e bardhshme, ma e lëvizshme, ma mobile, po e them. Edhe për ndryshe shfaqja 13 duhet 2 kamiona dhe shpesher ka dhe shpenzime. Mirë po, ne e dimi rëndësinë e festivalit dhe nuk I ngushtojmë fort në kërkesat tona, sepse e dimi vetë shka që e kemi organizu dhe e dimi rëndësinë se teatrët shqiptare vazhdimisht kanë probleme me financa dhe kështu që gjojmë një par kompromisit. Ferizaj ka probleme me financa, jo? Po s'ka teatr që s'ka probleme me financa. Shqiptarët do të Absolutisht, sepse ne kemi buxhetin ton, po nuk I kemi kuletën. Kjo është problemi më I madh ndoshta në Kosovë. Pasi është s'ka llogari bankare teatri, janë një thesar, do të thotë një vend. Me komunë, me bashkinë, jo. Po, figurojnë mjetet, po ti nuk shpesh Nuk ke akses të ato. përmbarusi, jo, I merr, ke akses, po I merr përmbarusi do t'i mbetesh keq.